Dua me njerë të përshëndes në këto momente, në pak minuta bisedë së bashku, zoti Nik Gjelosha, zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë i Malit të Zi, i cili ishte sot në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e diasporës. Zoti Gjelosha, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje për ju dhe për teleshikuesit e vlerësarit tuaj. Zoti Gjelosha, shqiptarët faktor shtetëformues por edhe stabiliteti. Ky është mesazhi që u përsërit vazhdimisht sot edhe nga Tirana. Ju sapo e keni nisur në fakt sfidën tuaj si numri 2 qeverisë të Malit të Zi. Do të jetë e lehtë? Po, unë mendoj që shqiptarët në këtë kohë, në këtë samit të treti pret aq mirë, sa mendoj që askur nuk kanë më të integruar, mendoj që komunikimi ndërsh shqiptar në rajon ekziston në nivel shumë të lartë dhe mendoj se koha e shqiptarëve është ajo që vjen. Shqiptarët e Malëzi kanë një kontribut të madh në këtë, jemi integruar shumë, kemi një faktor i pakalueshëm në Malë të Zi dhe mendoj që edhe shqiptarët në vende të tjera ku jetojmë jemi në të njëjtën situatë dhe që tash ajo që është kryesorja varet prej neve. Ne jemi integruar, kemi vendet drejtuese, tash prej këtyre vendeve duhet që të punojmë që shqiptarët të jetojnë më mirë. Ju keni vlerësuar sot edhe në samit kontributin që Dritan Abazović ka dhënë në pozitën e kryeministrit të Malit të Zi deri para pak javësh, duke thënë se i shërbeu shumë shqiptarëve politikisht. Çfarë arriti zoti Abazović dhe ju tashmë jeni numri 2, një tjetër shqiptar që bashkëqeveris në qeverinë e re të Podgoricës. Çfarë u arrit në kohën e zotit Abazović që ndoshta edhe ju do duhet vazhdoni? Po, ne sincerisht Dritani në çështjet të mbrëmshme subjekteve politike shqiptare, gjithsesi asaj se kam drejtuar ne ka dhënë hapësirën, të cilën me drejtuar institucione për të cilat nuk kishin kurrë hapësirë shqiptarët, dhe unë jemi bindur dhe kanë treguar rezultatet mbas që atë hapësirë që ne ka dhënë, ne kemi shfrytzuar mirë, kemi shfrytzuar për integrimin e shqiptarëve, kemi shfrytzuar për zhvillimin e vendeve ku jetojnë shqiptarët. Konteksti kryesor i asaj hapësire ka qenë se kemi drejtuar institucione kyçe në Malë të Zi, jo si dikur se ishin atë një institucion, një ministri pakica, është një ministri që nuk ishte ndonjë ndikim në shoqëri, mirë po ka parë të hapësime ministri tjera që kanë ndikim shumë më të madh me drejtori tjera për investime dhe në këtë kohë ka ndodhur integrimi më i madh, mirë po dhe investimi më i madh në zonat shqiptare ku jetojmë ne dhe si produkt i kësaj edhe qytetarët e kanë njoftë këtë dhe edhe në zgjedhjet fundit ne unë si drejtues politik atje kam fituar një prekrahje shumë të madhe dhe mbas të asaj sot edhe kem fituar një prezantim edhe më të madh si subjekte politike shqiptare në qeverinë e Malit të Zi, pra ndallim se edhe sot e përmendëm Dritani është një subjekt qytetar, jo shqiptar, për herë të parë prej partive shqiptare ekzistojnë që të kemi zëvendës kryeministër, të kemi ministri të cilat nuk janë të pakicave, kemi drejtori, kemi vende tjera, kemi aq shumë deputet në parlamentin e Malit të Zi, dje e kemi zgjedhur për herë të parë në historitë Malit të Zi, një nga 7 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese është shqiptar, pra është një integrim i madh i cili kam përmend sot janë 3 elementet që ja kanë dhënë. E përsërisë, domethënë e përsërisë qeveria e Dritanit që ne dha mundësinë, hapësirën dhe ne e shfrytzuame, është ajo se Shqipëria u bën faktor i madh i pakapërcyeshëm në region, mi po dhe më e zerë në 10 vitet e fundit në drejtimin e kryeministrit Rama, dhe ajo që është edhe për mua më rëndësi është bashkimi i shqiptarëve në TUS, rezultati i qeverisjes në TUS, ardhja e diasporës në vitin 2019, mi po në 2023 me na përkrah që të jemi edhe me faktor dhe që janë këto produkti asaj që kemi sot shqiptarët në Malë të Zi. Dhe patyshim shqiptarët ndjehen sot më të integruar pjesë e qeverisë parlamentit, por edhe pjesë e opozitës. Zoti Gjeloshaj, shqiptarët në Malë të Zi nga ana tjetër sa mund të ndikojnë për të shpëtuar asaj që u theksua fort në 3 ditët e shkuara gjatë vizitës së zotit Stoltenberg në vendet tona, ndikimit malign rus në rajon, por fillimisht në Malë të Zi dhe theksi vihet tek ndikimi i kishës ortodokse serbe.
Po, tash, sikur i pat me lavdata për dritanin në çështjet mrenshme, mendoj se dritani aty ka bën një lëshim në atë fazë për cilën se kemi përkra të marrëveshjes se ka bën me kishën ortodokse serbe, që ka dhënë një hapësirë të madhe, ata janë sot pak më superior se bashkësitë tjera fetare në Malzi. Mirë po, mendoj se qeveria e Malit të Zi që është zgjedhur është plotësisht pro-evropiane, pro-amerikane, me një stabilitet që të jetë antare edhe me kredibile e NATO-s dhe që do të vazhdojë atë rrugën euroatlantike dhe që mendoj që në të ardhmen edhe këtë që mund të jetë problematike do t'ja dalë që të e zellin, sepse mendoj që ka marrë një kthim që të pakthyeshëm në drejtimin euroatlantik Mali-Zi dhe do të vazhdojë bashkëpunimin e mirë me shtetet fësinje dhe në kuadër të NATO-s posaçërisht. Dhe një pyetje të fundit, dua ta veçoj në fakt sa i takon politikës së brendshme të Malit të Zi, sepse duket sikur ka një qeverisje në provë, le të themi, deri në vitin e ardhshëm, në fund të vitit të ardhshëm. Zgjedhja e Mandić si kryeparlamentar, pjesë e një pakete më të gjerë të ndarjes së pushtetit, sipas marrëveshjes së mandatarit për kryeministër, tashmë kryeministër Zoti Spajić, me shumicën e re, Partitë e Frontit Demokratik do të mbështesin qeverinë e tij dhe të pakicës në parlament deri në fund të vitit të ardhshëm, kur do të bëhet zyrtarisht pjesë e saj. Si e shihni dhe si e vlerësoni ju, Zoti Gjeloshaj, një kryeparlamentar që në fakt njeh Vladimir Putin si president të tij? Dhe të mendojmë më pas edhe për avancimin e Malit të Zi në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, është i vetmi i pari vend mes vendeve të Ballkanit që ka hapur kapitujt, por duket sikur ka mbetur në vend. Po, sinqerisht mendoj me strukturën e qeverisë aktuale dhe me ata që kemi filluar njeh në deblokimin e gjyqësorit dhe me disa vendime tjera që presim i marrë deri në fund vitit, Mali-Zi do të marrin përsëri atë avancimin e saj në integrime europiane. Besojmë se deri në fund vitit do t'i mbyllim, do t'i fitojmë ato rekomandimin për mbylljen e 8 kapitujve që kemi përfunduar, mi po për shkak të problemit gjyqësor nuk i kemi mbyllur me Unionin Evropian. Mendoj se në këtë orientim të qeverisë nuk mund të ndikojë askush, as kryeparlamentari, as ndonjë qendrim nga e kaluara e tij, me ata që është obliguar me nënshkrim që ka avur në marrëveshje, ai është obliguar me të kundërtën e asaj që ka deklaruar shumicën e KOS, dhe mendoj se ajo do të jetë politika e qeverisë së Malit të Zi, nuk do të lëvizin asnjë milimetër prej asaj sa është integrimit euroatlantike, Unioni Evropian, ato vlera pro-perëndimore, dhe mendoj se deri në atë kohë që edhe këta që na kanë përkrahur që të jemi në qeveri të vazhdojnë të ndjekin këtë rrugë, e mendoj nëse kthehen në atë rrugë e respektojnë ata që kanë nënshkruar, do të jetë mirë edhe për Malzi dhe për region, do të mund të jenë ata në ato pozitat që kanë. Besoj që kanë krijuar atë përgjegjësi që ata që kanë nënshkruar do t'i rrinë mrapa, mirë po gjithmonë ekziston mundësia që nëse lëvizin prej asaj, ata nuk do të kenë këto mundësi për cilat flitet se mund të i kenë në fund të vitit të ardhshëm nëse sjellen brenda marrëveshjes së nënshkruar. Dakor, Zoti Gjeloshaj, ju falenderoj shumë për këto minuta dhe për këtë bisedë së bashku dhe ju uroj suksese, meqense është biseda jone e parë së bashku në detyrën e zëvendës kryeministrit, njëkohësisht dhe të ministrit të ekonomisë, dhe miru takofshim. Faleminderit shumë për mundësinë, përshëndetje për ju dhe teleshikuesit. Faleminderit.